Reagojnë eksportuesit shqiptar dhe bizneset e Kosovës për rritjen e tarifave doganore nga pala kosovare. Sipas tyre, gjithë kjo situatë është krijuar prej strukturave serbe, të cilat tashmë kanë nisur një luftë tregtare kundër mallrave shqiptare. Hyzer Gashi, përfaqësuesi i bizneseve të Kosovës, u shpreh se në këtë mënyrë favorizohen mallrat që hyn nga Serbia, të cilët nuk paguajnë asnjë taks. Sepse vetëm aty na kanë dhënë hapësirën të dy qeveritë, të dy shtetet, për të protestuar dhe për të ngritur shqetësimet tona të cilat kanë bojnë, jo vetëm me të tashmen, po mund të them lirisht që po e ngadalsojnë zhvillimin e marrëdhënieve tregtare ose qarkullimin e mollave mes dy vendeve. Që ne në Kosovë kemi pas një bombardim, të them të drejtën, një gjendje të kontrolluar mbi 70% nga importi që Kosova ban nga Serbia. Biznesi shqiptar nga ana tjetër i bëri thirrje qeverisë së re që të zhduk doganën mes Shqipërisë dhe Kosovës. Kreu i shoqatës së eksportuesve të Shqipërisë, Alban Zusi, u shpreh se nuk kanë marrë asnjë sqarim nga qeveritë e të dyja vendeve dhe se do të vazhdojnë protestën deri në zgjidhjen e plotë të situatës. E konsiderojmë mjaft të dëmshme dhe madje mendojmë se ka edhe përgjegjësi administrative dhe më tej kjo neglizhencë dhe ky mosveprim i administratës në kushtet kur ne ekonomisë shqiptare i mungojnë çdo ditë mbi 30.000 euro në ditë dhe ku rrezikohen disa qindra vende pune dhe ku rrezikohen disa qindra mijëra euro kredi për të mos u kthyer më bankave shqiptare. Më shumë se 150 kompani shqiptare dhe kosovare janë bërë bashkë duke ngritur zëri në zonën neutrale të doganës së Morinës për të kundërshtuar kështu politikën që po ndiqet ndaj tyre, e cila ka shtuar koston me të paktën me 100 euro për kamion.